أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemi arritur deri te mekruhat e salat, gjërat e papëlqyera ose mekruhet e namazit. El-mekruh dhiddu l-mahbub. Nocioni pra autori fillon me shpjegimin çka është mekruhi. Është gjëra sendi i urryer ose i papëlqyer. Dhiddu l-mahbub e kundërta e asaj që është e dashur. Pra, nocioni mekruh në aspektin gjuhësor është e kundërta e asaj që është e dashur. Wa ma kana an-nahyu fihi dhanniyan karahatuhu tahrimiyya. Nëse ndalesa, kur themi për mekruhet, bëhet fjalë për sendet e ndaluara që janë të papëlqyera rreth një vepre, në këtë rast rreth namazit. Tash e përkufizon, thot nëse ndalesa është me argument dhani, jo të prerë. Argumenti nuk është i prerë, pra nuk është qoftë i dobët në forcën e transmetimit, pra nuk është ajet, ose në mënyrën e argumentimit, pra është dhaniu dilale, ose ka kuptime më shumë se një kuptim, argumenti nuk është i prerë, është dhani. Atëherë vepra që fitohet prej asaj quhet mekruh. Illa li sarifin, me përjashtim, pra nëse kemi një argument, një hadith që flet për diçka se është e urryer, dispozita është mekruh. Me përjashtim, nëse ekziston ndonjë argument tjetër që e nxjerr këtë vepër prej mekruhit në jo mekruh. إلا لصارف وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا لترك الغير جازم فهي تنزيهية. Autori jep me kuptu se mekruhi sipas mëdhhabit Hanefi është dy lloj. Nëse mekruhi është me argument jo të prerë dhe në argument ekziston forma kërcënuese për mos veprim, sanksionuese për mos veprim, atëherë mekruhi quhet mekruhi tahrimen. Nëse nuk ekziston argument për mos veprim, s'ka argument, po ekziston argument se veprimi është i dashur, siç është sunneti për shembull. Ne kemi plot sunnete, vepra që argumenti vërteton se ky veprim është sunnet. Nuk ka argument, hadith tjetër, që thot se ai që nuk e vepron kët, ka bën mekruh. Po nga vetë argumenti i parë, e kundërta nuk kupton se është mekruh. Pra, nëse ka argument se argumenti jep me kuptu se duhet me u largu prej asaj pune dhe ti nuk largohesh, atëherë fehijet tenzihe, është mekruhi tenzihen. Vël mekruhu tenzihen ila l-halli aqrabu. Mekruhi tenzihen është ma afër halalit, ma afër të lejuarës. Vël mekruhu tahrimen ila l-hurmeti aqrab. Mekruhi tahrimen është ma afër haramit. Prandaj ka shumë prej neve, ose prej dietarëve, kur thonë për diçka, vepra është e lejuar, por është mekruh. Se në kupton me automatizëm se është mekruhi tenzihen, sepse është ma afër halalit të lejuarës. Për ta pas më të qartë, po e pi një shembull, e kam thënë edhe më herët, po megjithatë. Dispozitat në Islam
përfitohen prej argumentit, qoftë ajet ose qoftë hadith prej tekstit. Dispozita përfitohet përmes urdhrit, el emru. Nëse mënyra urdhërore është në Kur'an, e qimi salat, falen namazin. Argumenti është i prerë, mënyra argumentimit është e prerë, dispozita që del prej këtij argumenti është farz. Nëse argumenti është i prerë, mënyra argumentimit është e prerë, dispozita e përfituar është farz. Shkojmë te ndalesa. Thot la taqrabu zina. Argumenti është i prerë. Ka të ju thubut, sepse është ajet, s'ka dyshim këto. Mënyra argumentimit është e prerë, për vepra është për ndalim. Dispozita që përfitohet është e kundërta e farzit, është haram. Pra, farzi dhe haram janë përballë njëna tjetrës. Veprimi i farzit është farz, veprimi i haramit është haram. Mos veprimi i farzit është haram. Veprimi të larguarit nga harami është farz. Pse po e them këtë? Nëse besimtari i Islam nuk pin alkool, shembull po e marr. Jo për diçka tjetër, vetëm se është haram. Thjesht nuk pin alkool se është haram. Ki ka zbatu një farz. Jo që është largu për një haramit, po ka zbatu një farz. Dhe për këtë farz ai shpërblehet për farzin ju thabu alehi. Nëse argumenti është i prerë, mënyra argumentimit është jo e prerë, ose e kundërta, argumenti është i pa prerë, mënyra argumentimit është e prerë, po bjen një derexhe. Dispozita që fitohet prej këtij argumenti është vajib. Nëse hadithi është ahad, është i qartë, s'ka kuptim tjetër, po vetëm se është ahad, nuk është mutawatir, dispozita është vajib. E kundërta, për ndalim, e njëjti argument, vetëm se për ndalim, dispozita është mekruhi tahrimen. Pra kemi vajibin, përballë kemi mekruhi tahrimen. Ajo çka është mekruhi tahrimen, e kundërta e mekruhi tahrimen është vajib. Shkojmë te suneti. Suneti është atë që e ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Tani varësisht nga fuqia argumentuese e sunetit. Por kemi sunet, nocionin, termin, dispozitën sunet. E kundërta e sunetit është mekruhi tenzihen. Pra këto gjashtë dispozita gjithmonë rrinë kështu. Edhe këtu te namazi. Nëse dojmë me ditë cili veprim është, se nuk i përmendin dietar gjithmonë, kjo është mekruhi tahrime, kjo është mekruhi tenzihen. Ai thotë është mekruh. Ti duhesh me llogarit çka? Me llogarit vepra. Çka është në namaz? Për shembull, ulja e parë. Ulja e parë është vajib. Lëshimi i uljes parë çka është? Hukmi. Mekruhi tahrime, pse? Është përballë kujt? Përballë vajibit. Nëse është përballë sunetit, është mekruhi tenzihen. Pra të dietarët Hanefi kemi dy lloje të mekruhit, tenzihen dhe tahrimen. Tenzihen është më afër halalit të lejuarës, tahrimen është më afër haramit. Wa tu'adu as-salati ma kauniha sahihatun li tarki wajibin wujuban. Nëse thot e lëshojmë një vajib të namazit, namazi është i vlefshëm. Namazi trajtohet se është namaz i vlefshëm, edhe pse e ka lëshuar një vajib. Mirë po, është vajib që të përsëritet. Këto është pra nëse lihet një vajib me qëllim. Braktisja, mos kryerja e vajibit në namaz me harres, shkakton sehvi sejdë. Lëshimi i vajibit me qëllim nuk përmirësohet me sehvi sejdë, por është vajib që të përsëritet namazi. Wa tu'adu istihbaban bi tarki ghayrihi. Me çështje tjera pra, me mekruhi tenzihen, me lëshimin e suneteve, është e preferuar, e rekomanduar, por nuk është as në kategorinë e sunetit
që të përsëritet namazi, sepse ti don me pas namazin të plot, pastër, pa njollo, pa mangësi. In kene lehu vaktun gjithmonë, nëse bëhet fjalë, hala ka kohë për me falë të njëjtin namaz. Wa qala fi at-tajnis, në librën e tajnis, që është sharhi Kuduriut, thot, kullu salatin udhijet me al-karaheti, fa inneha tuad. Ky thot, pra në tajnis, në veprën e tajnis, thot, çdo namaz që është falur me mekruh, me i urryer, fa inneha tuad, ajo përsëritet. La ala vajhil karaheti, por jo për shkak se kirahetit obligon për me asit, por ti don me e pastru edhe qatë njollë të vogël që e ke, don me e pastru. Kjo është mendimi i autorit. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, thot, e fjala hadithi i pejgamberit thot, la yusalli ba'da salatin mithluha. Kjo është hadith. Se kur thot autori i tajnisit se istihbaben preferohet që të përsëritet namazi, thot çka duhet me ba me hadithin e pejgamberit ku thot la yusalli ba'da salatin mithluha, nuk mundesh të falish të njëjtin namaz dy herë. E ke falë drekën në formë të kompletume. Po kam kohë, po falë edhe një herë drekën, ta kem rezervë. Nuk lejohet në bazë të këtij hadithi. Mirë po, nëse e kthejmë, pra e përsëritim drekën për shkak të kirahetit, nuk është mithluhu, nuk është i ngjajshëm me drekën e parë, sepse dreka e parë ka një mangësi. Për kështu e ban istifsar, e ban te'vil, interpreton hadithin. Interpretimi i dytë i hadithit është te'viluhu, pra interpretimi, an-nahyu anil i'adati bisabab al-waswasati. Hadithi ndalon, thot, hadithi synon, ka për qëllim përsëritjen e namazit për shkak të vezvesës, jebot dyshimit. Kur jem namaz, lind dyshimi për diçka, sa reqati ke bo, si ke bo, ka rregullat e veta, nëse je për herë të parë, nëse je dukuri e shpesht, është tjetër. Nëse e ke kry namazin, e ke përfunduar namazin, cili do tjetër namaz? Dhe të është lind dyshimi mos namazit, mëre, i falë 3 apo 4, pata apo spatave. Tyn vezvesja. Në këtë rast, nuk obligohet me e përsërit namazin, mas kryerjes namazit. Për shkak të vezvesës, dyshimit që lind pas përfundimit të namazit, nuk obligohesh me e përsërit namazin, thot autori i tajnisit, kjo është për qëllim me hadithin e pejgamberit ku thot se nuk kthehet namazi, nuk përsëritet dy namazet të njëjta. Sepse për ta kthy namazit, për shkak dyshimi, mas namazit nuk e përsërit. Kur përsëritet namazi? In kana ala yaqin. Nëse ai për një me është i bindur, nëse për një me ka konstatuar se unë e falë drekën, po në i falë 3 reqat, dhe ka bindje për këtë mo. Nuk dishon ki ka bindje, ose ka bindje se unë mendova se pa të abdes, po tash kam bindje se unë e falë drekën, pa abdes. Atëre, e kthem, por jo për shkak të dyshimit të thjeshtë. فلا يتناول الإعادة ذكر صدر الشريعة البزدوي في الجامع الصغير. Këtë e përmend edhe ke autori Sadru al-Islami al-Bazdawi, është njëri prej imamëve të mëdhenj, sidomos i pazavendësueshëm dhe më i njohuri në shkencën e usuli fikut, Imam Bazdawiu, i cili e ka bërë shpjegimin e veprës al-Jamiu as-Saghir të Imam Muhammad ibn Hasan al-Shejbanit, njënën prej atyre 6 librave të Dhahirur Rivaja. Wa yukrahu lil musalli 77 shay'an taqriban la tahdid. Thot diku rreth 77 sende janë që janë mekruh për afërsisht. Jo, nuk duhet kapemi për shifre, sepse mund dalin më shumë, mund më pak, që janë mekruh gjatë namazit.
Terku i pari, terku vajibin e sunnetin amden, lënja e vajibit me qëllim, ose lënja e sunnetit me qëllim, pra vajibit namazit dhe sunnetit namazit është mekruh, nëse e lën me qëllim. Amden, pra me qëllim, nëse e lën vajibin, mekruhi tahrimen, nëse e lën sunnetin, mekruhi tenzihen. Sot dhe bihadha kemi folë, thot për këtë më herët, liemne lima badu kel emri vel kulli muntabik, sepse kjo çështje në këtë formë, pra, kur thot autori, braktisja e vajibit dhe sunnetit i përfshin krejt meselet tjera që kanë të bojnë muntabika tahtea, që janë të radhitura mas këtyre. Keterkul itmi'nani fil erken, si për shembull, braktisja e qetësisë itmi'nan, kur je eksakt kur qetësohesh, fil erken, gjatë kryerjes së farzave. Për shembull, kur shkojmë në ruku, bjem në ruku, duhet qetësohet trupi. Kjo është vajib. Kur të ngritesh prej rukuit, drejtimi është vajib. Kur shkojsh në sejdë, qetësohet trupi në sejdë. Kur ngritesh prej sejdës, që kësaj thënë itmi'nan. Kjo e ka dispozitën e vajibit, lëshimi i vajibit, me qëllim yajibul i'ade, detyrohet me përsëritje, me harres, e mbulon me sevisejde, por qëllimin nuk e mbulon sevisejde. Si shembull, pra e bën ke terkulit me enani fil erken, ose ke musabekat il imam lima fiha min el va'id, ose sikur ai që shpejton procesin e namazit para imamit, shkon në ruku para imamit, shkon sejdë para imamit, ngritet prej rukuit para imamit, që i ban veprimet para imamit. Thot, sepse përket, kjo është mekruhi tahrimen. Pse kështu? Liene fiha min el va'id, va'id është formë kërsnuese. Thot, ka kërsnu pejgamberi atë njerish ka e ban ketë. Ma fi sahihajni në Bukhari dhe në Muslim, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, subhanallah, ema yakhsha ahadukum idha rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala Allahu jalla jalaluhu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu jalla jalaluhu suratahu suratu himar. A nuk frigohet dikush prej juve që e shpejton namazin para imamit, se Allahu ati thot mund t'ja shëndroj kokën e ti në kokën e gomarit, ose fotografien e ti në fotografien e kjo është kërsnim. Me që ka kërsnim jep me kuptu se është vajib dispozita. Me qenë ki hadith mutevatir bëhet farz. Po pikrisht pse është ahad, nuk është mutevatir, dispozita bie në vajib. Që do në kupton se braktisja ose veprimi i kësaj vepre është mekruhi tahrimen. Wa ka mujawazat al-yadayn al-udhunayn wa ja'alihima tahta al-mankabeyhi. Tash i bë dy shembuj ki. E para e bë për mekruhi tahrimen, këtë çka e tham, të shpejtuarit para imamit, sepse thot pejgamberi ka kërcënu këto njerëz. Ka thonë nuk ke frikë se Zoti do ta bëj kokën tënde si kokën e gomarit, ose fotografien tënde si fotografinë e gomarit. Shembullin tjetër e bën prej mekruhi tanziyya, thot ke mujawazat al-yadayn al-udhunayn wa ja'alihima tahta al-mankabayn. Sikurse ngritja e durve deri te veshët, çka është? Është sunnet. Është sunnet. Thot, nëse nuk e bojmë sunnetin, i çojmë durt, i kalojmë veshët që ka i qesmi. Çka kemi lëshu këto? S'kemi lëshu sunnetin, pra. Dispozita e kundërt e sunnetit është mekruhi tanziyyan. Thot, ke mujawazat al-yadayn al-udhunayn, te kalimi i veshëve me dur, ose në që këtë formë, ose wa ja'alihima tahta al-mankabay, që kështu. Kur e merr tekbirin i vjen mërzi për me ngrit dur të rikuar sunet, vepron kundër sunetit, i bjen nën shpatullat e tij, kjo është mekruhi tanzihan. Ke abathihi bi thawbihi wa badanihi. Shembull tjetër,
li'annahu yunafi al-khushu' alladhi huwa ruhu as-salat. Loja çka bëhet me robe, me tesha në namaz duke qenë, pa ka njeri lun me pullën. Këtë lun me pullën në namaz. E ka morë shprehi. A qëtëri lun e drejton kravatën. A qëtëri me robin e ti, ose me trupin e ti. Këtë lidhët namazin tekët, me bo fiskultura në namaz, këto bëhet fjalë për lëvizjet jo të mëdha. Sepse nëse lëvizja është e madhe i prishet namazin, nuk ka me kruh këto. Pra, ke abathihi, bi thawbihi, u abedanihi. Lun me trupin e ti, lun me teshët e ti, lun me diçka, kjo pse? Sepse e dekoncentron prej namazit. A koncentrimin namaz është ruhus salat, është shpirti i namazit. Fekene me kruhan, prandaj kjo veprim, luajtja me sendet, është me kruh. Li kaulihi azza wa jalla, sepse Allahu jalla shanu thot, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Pra kjo është argumenti. Wa kaulihi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi alaihi salam, inna Allahe azza wa jalla, kariha lakum al-abatha fi salat. Pejgamberi alaihi salam, thot pejgamberi alaihi salam, Allahu jalla shanuhu e urren juve për luajtjet lojën ju që e bani në namaz. Warraftha fi siyam, të folurit pa lidhje me fjalë të ndyta gjatë agjërimit. Me fol fjalë të ndyta me shah, me përgoju, nuk prishet agjërimi. Por jashtim prej Imam Gazaliit, që trajton agjërimin me një sferë këtë tjetër. Por realisht nuk e prish, po e prish sevapin, e bën me mangësi. Warrafthu fi siyam, waddahku indal maqabir, dhe qeshja të varrët. Keni pa dhe të ne ka plot. Kesh në kup qilës, me zonë, thot njëri, ku me di qëfar qefi ka të varrët, me anis me keshën me bën muhabet. Këtu përfshinjet edhe muhabet, edhe pse thot hadithi. Pra thot pejgamberi alayhis salam, Allahu xhallashanu për ju ka urryer 3 gjëra. E para, al-abathu fi salat, me lujt namaz, me pulla, me sende, me trupin, me robët. E dyta, me fol pa lidhje fjalë të ndyta gjatë agjërimit. E dhahku indel maqabir, edhe qeshjat e varrezat gjatë varrimit, ose muhabeti me zonë, ose qeshme e kanë të njëjtin trajtim. Pastaj hadithi tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, wa ra'a rajulan sallallahu alaihi wasallam ya'bithu bi lihiyatihi fi salat. Pejgamberi alayhis salam e pa njenin tu fal, i cili luante me mjekrën e tij, e drejton te mjekrën. Ki pa, te na më shumë mështeqet kanë puni dredhojnë namaz, s'ka çka me bëj që drejton. Luante pejgamberi alayhis salam e pa njenin duke luajtur me mjekrën e tij. Edhe çfarë tha pejgamberi alayhis salam? E tha hadithin e njohur nga Ebani dhe Ibni Musayyebi. Tha kale, inni le era hadha, lau khasha kalbuhu, khashat gjevarihuhu. Tha unë po e shok këtë njeri. Mu pas qetësu zemra e ti, sa është namaz, do të ishte qetësu edhe trupi i ti, edhe gjymtyrët e ti. Po lozja me këto, me pjesë të trupit, me mjekrën, me robët, me sendet, jep me nënkuptu se ki nuk është i koncentruar në namaz. Khushuji është vajib, e kundërta e asaj është mekruhi tahrimen. E nëse ki ban lëvizje të tepërta, atër yufsidu es-salat. Wa qalbul hasa illa lis-sujudi marratan. Qalbul hasa nëse falësh diku jashtë, në natyrë, dhe vendi ku falësh ka gur tim, ose ka sendet që pengojnë për të vu ballin në sejdë. Po këtu i përmend guralecët, gurët e vegjël. Rrotllimi, largimi i gurve prej vendit ku do të mësh ballin në sejdë është mekruh. Është mekruhi të nzihen.
Mirë po, illa lis sujudi, vetëm nëse e ban për të nu balin sejdë, vetëm me një largim. Nëse e ban me një largim, nuk është me kru. Nëse e ban me 2 ose më shumë, është ju krah, pra është me kru. Gjabiri radiallahu anhu transmeton, thot, se eltun nebiju, anil meshil hasa, e kam pyet pejgamberin për pastrimin e guraleceve, ku duhet me nu balin sejdë, dhe më ka thonë, wahidatan, vetëm njëherë. Ka thonë, ja Rasulallah, a ti hjeki gurët? Ka thonë, vetëm njëherë. Pra, vetëm e një lëvizje, sepse nëse banë më shumë se një lëvizje, çka rrezikon? Prishjen e namazit, gjithmonë është kjo. Lian temsike anu e khairun leke min miati nakatin sudul hadak. Që të përmbahesh prej kësaj, prej fshirjes, është më e mirë për tije se sa 100 deve të zeza që e kanë të llojin e vetë të devave, nuk e diune me i dhanën sadaka. Wa farqatul asabi walau marratin. Farqa është krisja e gishteve. Që kjo kur lëshon zon. Krisja e gishteve, nuk e di si i thonë në shqip. Isa? Qoftë ka dikush i kris vetë këtë formë, dikush i tërheq, dikush i lakon, s'ka rëndësi po. Krisja e gishtve, walau marrat, qoftë edhe një herë, është me kru. Wa huwa gamzuha, ki ka zënë ta shka është farqa, pra çka është krisja e gurve. Gamzuha, shtrëngimi, që kështu, au medduha, ose tërheqja, hatta të suit, deri sa të lëshon zog ishtë i për në krup. Li kauli sallallahu alaihi wasallam, la të farqa e sabiaka, wa anta fi salat, thot pejgamberi alayhi salam, mos i kërsit gishtat e tu, deri sa ti je në namaz, në sunenin e Ibni Majës me transmetim nga Aliu, karramallahu wajha. Wa tashbikuha, li kauli Ibni Umar, tashbik është gërshitimi, që kjo është tashbik? Po edhe në këtë formë, kërsitën. Po vetë gërshitimi i gishtrinjve në namaz, jo krah është me kru, sepse li kauli Ibni Umar, thot Ibni Umari radiallahu anhu, tilke salatul magdubi alejhim. Ai është namazi i atyre me të cilët Allahu Gjallëshanu është i hidhëruar me ata. والتخسر لأنه نهي عنه في الصلاة. تخسر është vendimi i duarve në mes, që kështu. Thot kjo është me kruhi tahrimen. Po e them, ka edhe mendime tjera rreth kësaj, po këto autori dhe dietarët janë të mendimit se këtu është për qëllim venduarja e duarve në bel. Ne kur rrim kom zakonisht i vendojmë. Kjo veprim nuk është i mirë as jashtë namazit, por namaz është me kruhi tahrimen. Wa an yad'a yadahu ala hasiratihi wa huwa ashhar wa asahhu ta'wilatiha. Pra, po ka thënë se tahassur është venduarja e duarve këtu në bel, dhe thot kjo është mendimi ose shpjegimi më i qartë i fjalës tahassur, do thot ka edhe kuptime tjera. Pse është me krujta? Lian në fihi min terki sunnati akhidhil yadayn. Ka dy sebepe pse është me krujta tahrimen. E para është për shkak se e ka lëshuar sunnetin e lidhjes së durve. Për këtë ka hadithi i dytë, mendoj motivi i dytë është at-tashabbuh bil jababire, i përngjet njerëzve mendje mëdhej që janë, se është një farë lloj mendje mallësie. Wa iltifatu bi unuqihi tahriman la bi aynihi. Është me kruh sjellja e qafës, djath në të majt. Iltifat bi unuqihi, sjellja e qafës, la bi aynihi, jo e sive. Sit nuk është me kruh nëse
nuk është vepër e mirë, mos ta kuptojmë se po dishka me, por nuk është prej mekruhit tahrimen. لقول عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله عن الالتفات الرجل في الصلاة. سبحان الله. Aisha radiallahu anha thot, e kam pyet pejgamberin alayhis salam, çka është puna e atyre njerëzve që e sjellin krijet, e lakojnë krijet, qafën në namaz. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, huwa ikhtilasun yakhtalisihu ash-shaytanu min salati al-abd. Thot kjo është vjedhje e shpejt që ja vjedh shejtanin namazin e abdit, e robit. Vjedhje e shpejt e shejtanit që ja vjedh vlerën sevapot, që ja vjedh namazin robit të Allahut xhalla shanu. Dhe revahul Bukhari, edhe kjo është në hadithin e Bukharius edhe bilafthi sahihul Bukhari, sepse ka edhe të tjerët. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, hadithin tjetër thot, لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإن التفت انصرف عنه. Thot Allahu xhalla shanuhu qëndron përballë robit të tij. Qëndron përballë robit të tij çka? Me mëshirën e tij, me rahmetin e tij. Mos ta mormi përballje fizike. Nuk kuptohet se nuk jemi ne mujassimin. Pra Allahu qëndron përballë robit të tij, duke e shikuar dhe duke u kënaqur me namazin e robit të tij, ma lem yeltafit, derisa nuk e kalakuan krijet. Wa idha iltafata insarafa anhu. Nëse ai e kthen krijet, Allahu xhalla shanu e ndal mëshirën e tij, e ndalat kënaqësinë e tij. Prandaj kjo është mekruhi tahrimen. Përdryshe iltifat sjellja në terminologjinë e fikut ka 3 dispozita, ose janë 3 lloje. Është ajo që është mekruh, pra kjo që e tham, iltifatul unuk, sjellja e qafës, është mekruhi tahrimen. Lëvizja ose sjellja e syve është mubah, është e lejuar, dhe iltifat sadr, largimi sjellja e gjoksit, mufsidul lis salat, e prish namazin. Wa yukrahu an yarmi bazaqahu ila an yattarra fayakhudhahu fi thawbihi wa yalqihi tahta rijlihi al-yusra idha salla kharij al-masjid. Pështima, nëse ka dikush patjetër nevojë të pështim, po flitet për ato rrethanat të atëhershme kur xhamiet kanë qenë alel ballat, të pashtruara, të parregulluara siç janë sot, se sot dikush thot çysh me fshti në xhami. Jo, s'bën me fshti, po, ose është jashtë, diku jashtë xhamisë, është natyrë diku të në arë, në livad, në mal, në fush, thot me pështien, nëse ka patjetër me pështien, se ndodh kjo njeriut, thot nuk duhet të pështi përpara vendit ku e ban ballin në sejdë. Atëre pështimin thot duhet me hjek, nëse e ka patjetër, me mbështjellë me ndonjë fasolet ose me ndonjë pjesë të rrobës, jo me e pështien përpara, e as në anën e djathtë, sepse aty ka melek, nëse duhet, ose duhet të pështin në anën e majt, ose duhet të pështin në tokë dhe të këmba e majt dhe të mbulon me këmbën e majt. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, idha qama ahadukum ila salati fala yabsik amamahu. Kur dikush të falet, mos pështi përpara vete, fa inna ma yunaji Allah azza wa jalla ma dama fi musallahu wala an yaminihi, po ashtu as në të djathtën e tij, fa inna an yaminihi malakain, sepse në anën e djathtë të tij ka 2 melajke. Wal yabsuk an yasari, pra të pështi nëse ka patjetër në anën e majt, au tahte qadamihi, ose nën këmbën e tij. Hadithin e transmeton Ebu Hurajra, është Sahihul Bukhari 1161. Wa fi rivajetin, në një transmetim tjetër, au tahte qadamihi al-yusra, ose nën këmbën e tij të majt.
Wa fi sahihajni, në Bukhari dhe Muslim, al-bazaku fil mesgjidi khati'atun. Pështyrja në xhami është mëkat. Wa kafaratuha defnuha. Kefareti i saj është varrimi i saj, po e themi, mbulimi i saj. Në këtë rast se defnuha, çka bojmë ne, shtim varrosën, çka i bojmë to, ke mbulojmë pra. Defnuha, dhe dietarët thonë duke i bashkangjitur edhe teuben, pra pendimin për këtë veprim. Wa kuriha al-ik'a wa huwa an yada al-yatayhi ala al-ardi wa yansabu rukbatayhi li qawli Abi Huraira. Al-ik'a është formë e uljes. Kjo formë e uljes është i lëshon vithet në tokë, i qetë komët përpara edhe i ngrenë gjunjt. I ngrenë gjunjt edhe pështetësh në këtë formë. I keni pas shumë në për xhamia rritë xhamatët tona, i kanë merakat. I ngrenë komë kështu përpara edhe pështetën për që kështu mbahën në dur. Që kjo është el-iqa. Lëshimi i vitheve në tokë, nxjerrja e komëve përpara, i mbledh komë për i ngrenë gjunjt barabar me barkin, edhe për të ratuaj si mas atine, pështetët në, kjo është me kruhi të harimen, sepse thot Ebu Hurejre, radiallahu anhu, nehani Rasulallahi sallallahu aleyhi wasallam, thot pejgamberi aleyhi salatu wassalam, më kanë ndaluar mua, ka nakri dik, me e ban namazin sikur lëvizja e gjelit, sejden, rukuin, sikur lëvizja e gjelit kër me dhe kokë, rap. Dhe thot pa khushu, pa koncentrim, pa qetësim të gjymtyrëve të trupit, bjen sejde dhe më nërë qohet, sikur gjeli kër mbledh kokra, kjo është endalume, dhe khushui në thamë se e ka dispozitën e Ithmianani e ka dispozitën e vajxhibit, e kundër të kësaj është me krujt të harimen. Kur themi me krujt të harimen, yajibu alejna i'adatu salat, obligohemi me përsëritjen e namazit. Pra, çështja e parë thot Ebu Hurejra, më ka ndalu pejgamberi alayhis salam që në namaz të bëj veprime sikur veprimet e gjerit, kur mbledh kokrat e grurit apo të misrit tokë. Wa ik'a'u ka ik'a'il kalbi, ulja si ulja e qenit, e këni pa qeni kur ullët, basit të dhiraj, i thët ajeti Kuranit. Në të formën kur i nën kam të para, edhe njeri kur ullët, në atë formë, është me kruhi të harimen. Ma dje djetarët thonë edhe jashtë namazit. Po këtu jemi të folë për namaz. Wa iltifatu ka iltifati thaleb, sjellja, lëvizja, sikur se lëvizja e dhelprës. Pra ta djetarët thonë, kjo është namaz, po edhe jashtë namazit, fukahat kanë vëndu regula, jetu hec rrugës, kur thirët dikush, mos e kthe vetëm kokën, se kjo është iltifati thaleb, është sikur se lëvizja e dhelprës, po kur thirë dikush dush mos jell me kejt trupin, jo vetëm me kokën, me pa çka po do në njeri, dush mos jell me kejt trupin, kjo është jashtë namazit, namaz është diçka tjetër. Pra, Ebu Hurejra tha, në ka ndalu pejgamberi, ki thot nehani, po këtu nuk kupton se krejve në ka ndalu, në ka ndalu pejgamberi alej, me i bo veprimet e gjelit namaz, trap, me i ban uljen si uljen e qenit, dhe me i ban sjelljen, iltifatin, si kurse iltifati ose dinakria e dhelprës, që para qetë. Prandaj është me kruhi tahrimen. Wa iftirashu dhira'aihi, shtrirja e krahëve në sejde, kur jemi, kjo është vendimi, përcaktimi lëshimi i krahëve në sejde, në tokë, kur jemi, është me kruhi tahrimen lirrijali, për burat, për gratë, la bes, la harajë, për gratë lejohet, nuk është me kruhi tahrimen,
edhe pse, edhe për gratë, sugjerohet, yustahabbu që pak të ngrenë prej tokës, por jo sa burrat, pak të ngrenë prej tokës. Por nëse e lëshon, la yukra, nuk e ka me kruhi tahrimen. Lëshimi pra i duarve në sejdë në këtë formë është me kruhi tahrimen, sepse Aisha radiallahu anha thot, kanë nabi yanha an uqbati shejtan, wa an yaftarish ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sab'a. Nga gjuetia e shejtanit në ka ndalu pejgamberi alayhis salam dhe në ka ndaluan që të shtrim shtrirja e burrit dhira'aihi, që burri të lëshon dhira që kjo është, të lëshon duart në tokë, sikur se e gërsira kur e kap gjahin. Kur e kap gjahin e lëshon kam të para dhe e shtrëngon nuk e man. Për këtë arsye, thot pejgamberi alayhis salam, Hazreti Aisha na ka ndalu pejgamberi alayhis salam. Wa uqbatu shejtan thash el-iqa tham çka është? Ulja e pra, thot pejgamberi alayhis salam, janë hadithe madhështore. Yanha an uqbati shejtan. Sikur ti ke nis me u fal dhe shejtani është ul në të ulljen e vet, në të ulljen e çka thon parzit, lëshimi i viteve dhe këmbëve, është ul karshi, edhe ai e këshir prehën gjahun e vet kur do të gabon, që ai të gëzohet me atë, t'ja humb koncentrimin namazlijës. Wa tashmiru kummejhi anhuma linnahyi anhu. Tashmiru kummejhi anhuma, përvjelja e mangëve, përvjelja e krahëve. Këtu kemi pak probleme ne, edhe pite o gjallarët e terit e gjemati. لأن لما فيه من الجفاء المنافي للخشوع. Përvjelja e mangëve në namaz, kur e ke këmishën, përvjelja këtu bëhet fjalë për me qenë me kruhi tahrimen. Bëhet fjalë nëse i ka përvel jashtë namazit dhe ka hynë namaz. E kemi qartë, po doj mu lidhë thash, edhe mu pak, po më pengojnë, edhe unë e marrë e përveli, sa do që tjetë, ndash tjetë pak, ndash tjetë deri të bryli, s'ka rëndësi në këtë rast. Dhe para se mu lidhë në namaz, po përvelëm, kjo është me kruhi tahrimen. Nëse këtë veprim e ban brenda namazit, yufsidu salat, e prish namazin, sepse kjo nuk është veprim i vogël, përvelja, është veprim i madh. Për atë arsye po them, pra mekruh është që besimtari islam të falet namazin me krah të shkurt nëse ekziston pjesa e këmishës. Por nëse nuk ekziston këmisha, se ka është vevetiu krah shkurt, atëherë nuk e ka këtë me kruh, sepse këtu nuk ka përvelje. Por nëse e ka këmishën, është me kruh të falet, se ne dim kanë me kallëzu, për çka ka lidhje kjo, s'ka lidhje me namazin. Tani do të vim edhe te disa çështje tjera, po unë mendoj se sot të përfundojmë me këtë pjesë dhe vazhdojmë në ligjëratën tjetër inshallah me mëkruhet e namazit dhe i lutim Allahu xhalleshanu që të kemi dobi prej këtyre mësimeve. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.